Unë menoj që nështë ta ma arsyeshmja. Të thot, ne votuesi në nëzorit të tretë nuk jemi të gatshëm të qeverisim, mirë po në asnjë mënyrë, mos thotë që nuk e votoj kryetarin e kuvendit për ta funksionalizuar kuvendin e Republikës së Kosovës, ty pas parasysh që dihej se kujt i takon. Prandaj këtu është gabimi i parë. Këtu është ai ikja pe leadershipit të LDK-s që e njohur institucionalistë është kë. Jo t'ja lejnë dorë subjekteve tjera. Ky thot unë ta votoj kryetarin e kuvendit sepse e kike drejt. Hiç kanë dushite, jo s'ta votoj asnjë. E voton ato ecëm në hap matutje. Si të ecëm në hap matutje? Kemi 15 ditë, o i ban qeverin ose ban Kurti, edhe shkojmë zgjedhje. Edhe LDK-ja del ma faqe bardhë. Betonizimi që se votoj asnjë kandidat, është gabimi parë, katastrofal, e një partijës LDK-ja. Gabimi dytë, kur e thot publikisht që na as me këta zbojmë, edhe zotit Kurti i la terrenën e botës me vazhdu me, nëse mund t'i quajmë eksperimente me gjykatë kushtetuese me emër për kryetar të kuvendit. Prandaj, unë besoj që saktësisht